Ky emision u mundësua nga Përshëndetje miq të dashur të Tribuna Channel, ja ku po takojmë përsëri këtë diel me emisionin ton Si në shtëpi. Fisnik? A më fola, mos më fola? Qysh ta merr mendja? Mirë se po takohemi prap, e tha dhe dhurata, sot kemi vendos pak me ju çakordu pej tyne menys teme me shumë kalori. Kemi një musafir nga shteti am Shqipëria, e cila ka më na fol shumë për ushqimin. Nuk ka shumë punë me mu, se mandej është një debat shumë i nxehtë, po kom ju shpjegu edhe juve, po besa që edhe dhuratën e ka, po nashta edhe mu, nashta mundet me më bind, kështu që falenderojmë... Ti ki shumë nevojë për me të bind. Ja, s'është e vërtet, që këmisha që po mbja, që. Po, je do pësua? Vallaj, po do marrësh pak tek syri numrin e këmishës? E mora në këmish pak më të madhe. 4 XL. 4. Më vjen e madhe këmisha. Po. Unë zakonisht e përdori slim fit jam. Edhe, po, falenderojmë sponsorët tonë Ducato di Mantova, edhe qa kem tjetër për sponsorë? Selvan Kacin. Butikën Roseti, edhe gjithë Të duke mi bukur. që po i presim me ardhë në emision. Ftesë për sponsorship, pa? Po, bashkëpunim, jo sponsorship. Pa, mos të humbin go, se fisi din pak me... Me zgatë pak, Po, po e zgatë pak. Mirë se erdhët. Mirë se ju. Diola dhe Bleza. Bleza, si je? Mirë. A je mirë? Diola, mirë se erdhe. Diola, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit. Unë jam shumë interesuar për Bleza. Bleza? Bleza. No, Bleza kjo është heta. Okej. Jo, një fisi. Mirë se keni ardhë. Për gjitha ta që nuk e din, Diola është biologe me profesion, gjithashtu edhe nutriciste, dhe më vonë do të diskutojmë për punën e saj të palodhshme gjatë gjithë këtyre viteve që ka po. Me pacientacion. Me pacienta si puna jote. Po, Bleza po më intereson. Pse ke vënu këtë përparsen? Ka me gatu edhe unë. Edhe ti ke me gatu? A ty me gatu? Po. Po thuj ma mirë se ti? A mi son? Po. Ja, s'ka më si. Edhe plus i bërë recetat shumë të shëndetshme. Edhe një plus. Qa Bleza? Më ndihmon jashtëzakonisht shumë, sidomos në ato recetat të cilat unë i bëj. Edhe pse për qenë sinqerit pjesë më të madhe të kohës jam në shtëpi, ndodh ndonjëherë 12 orë në ditë nuk jam në shtëpi. Punon. Punoj, kështu që vajzat janë me një zonjë të mrekullueshme e cila kujdeset për to, edhe gatuan njëkohësisht, por që Blezën e kam pak më të veçantë, se uroj mos më dëgjoj ajo e vogla, por që Bleza e shikon edhe sakrificën time edhe të babit njëkohësisht, dhe i ka marrë ato pak receta që i bëj unë në shtëpi, jo vetëm që i ka marrë ato, po edhe i alternon, i bën me fara të ndryshme, po me lloje të ndryshme të sallatrave. Kështu që unë jam shumë e lumtur që e kam Blezën, se më duket që po lë kështu një pasardhë si të dej. Shumë mirë. Vjen shumë mirë. Do thotë, Bleza, a fillojmë? Okej. Okej, fillojmë. Jo tash, okej. Okej, ja filloj. Çka ke vendosur me na përgatit? A të pyesim mas pari Blezën? Okej. Vetëm përpara se të përgatisim diçka. Po. Kam diçka për ty. Ki diçka për mua? Po. Se unë... A guxoj? Ajo? Me që kemi dhurata, edhe e kam një dhuratë për ty. Faleminderit. Me që kemi dhurata. A me që ke... Për mu? Shka mi donë hetemi? Veç mu du të me ndonë dhurata. Shumë bukra. Sa mirë, po më shkoj kanë me... Po të shkoj, sama. A dhe pëlqej? Shumë. Bleza, mu jo, okej. Te, kjebri fisnik, je fisnik edhe s'pranon dhurata. E vërtet. Nuk, shumë bukra. Ke qenë përzgjedhja e Blezës. Tash unë shumë kam dëshirë me tapus një faqe, po më ndejnë. Ka qef kjo. Apo? Dhe tani në kamerë... Të ktheu pak? Ta bukur.
Shumë faleminderit. Ke qenë dëshira e me padurim, Blizës. kur erdhe e pash që ke fshirë diçka aty dhe me padurim edhe se në ke lunë. Në fakt i ka pëlqyer emri juaj kur e prezantova në fillim Dhurata, sepse edhe mami ime ka emrin Dhurata dhe kjo e do shumë gjyshe nga Tirana. O, sa mirë! Edhe ajo duket shumë e re dhe kur i thua gjyshe i vjen shumë i natë, më thuaj Dhurata dhe kjo i thua Dhurata dhe asaj. Shkurt Lata i thot pastaj, por që si emër i pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe thamë se ka emrin Dhurata, unë do t'i bëj një Dhuratë. Faleminderit. Kurse për Fisin i kam mbetur në mendje Heta dhe nuk e lidhte asnjë gjë me Hetën. Me Hetën thuj duhesh me fillu me hëngër sallata, thuj kom sallatën dhuratë për ty. Tani ja kallëzoj ma vonë çysh kemi përgatitur sallatën. Po, tjetër. Ajo është për Hetën, edhe vetëm kur të bën sallatën bëje pak si Heta, a unë kupton? Okej. Shohim. Kemi me përgatitur supë, kemi përgatitur sallatë, kemi përgatitur desert. Në fund. Çështje, mish? Për ty është Fisi. Fantastik. A përshë, ka mendu Diola edhe për ty, edhe Bleza? Kemi përzgjedhur një recetë andej nga aty ku ka lindur edhe Bleza dhe ku është rritur te mami vet në Tiranë, është një recetë tironse. Tironse, po. Tironse. Po, ose tava e dheut, ka realisht një histori, por që ndoshta Bleza e di më shumë atë historinë me thënë drejtën se sa unë. Okej, a fillojmë edhe mandej... Ta kam mësu gjyshja, historinë e tavës. Ta kam mësu dikush tjetër. Mami. Super. Hajde, po fillojmë. Okej. Atëherë, qa më ju asistu unë? Me premishi. Mundësisht se të pëlqen. Në pjesë sa më të vogla, po, pjesë sa më të vogla. Po, në pjesë sa më të vogla. Apo do në ty një përparë sa me ta pru? Po, ban. Okej. Përbërësit kryesisht janë mishi dhe gjiza. Gjiz, po. Pastaj do të skuqim me pak miell, do të përdorim edhe erëzat. Realisht është një recetë shumë e thjeshtë, por që ka një shije shumë të veçantë. Dhe është një recetë tipike tiranse. Ndryshe njihet edhe si tavë dheu. Në fakt, vitet e fundit kjo recetë filloi të kombinohej, domethënë ata që merreshin me kuzhinën, filluan ta kombinohen edhe me domate, me speca. Por që kjo recetë realisht është baza, është receta origjinale, po. Pastaj ato të tjerat, futja e perimeve është një recetë pak më moderne, është një lloj kombinimi, ndoshta për të shtuar vlerat ushqyese, por unë kam zgjedhur sot që të sjell bazën e tavës së dheut, e cila realisht ka edhe një histori. Bleza kam përshtypjen që mezi po prej ta tregoj se ka shumë dëshirë. Hajde kur fillojmë me përgatit, mandej na tregon edhe historinë. Okej. Unë e pi pasoj duhet fillimisht. Ndërkohë, mund të përgatisim edhe supën. Po. Njëkohësisht, neve jemi mësuar. Ka me përgatit Bleza? Po, do ta përgatis Bleza. Jemi mësuar gjithmonë që supat e gatshme i marrim, thjesht i hedhim në një enë me ujë, i zjejmë. Por që unë nuk jam shumë pro konsumimit të supave të gatshme, jam pro bërjes së supave me bazën e perimeve të ndryshme. Në rastin konkret kemi brokolin, kemi patatet, karotat, perime të cilat domosdoshmërisht janë pjesë e kuzhinës sonë. Edhe i kemi zakonisht në frigorifer shumicën e kohës. Në pjesën më të madhe të kohës. Dhe kjo është arsyeja pse kam zgjedhur këtë recetë që është e thjeshtë për të përgatitur dhe mund ta përgatisin, domethënë edhe fëmijët, sepse edhe fëmijët duhet fillojnë ti ndihmojnë mamat në shtëpi, sidomos kush ka vajza botën ka. Dhe unë jam e vetëm në shtëpi. Unë kam 2 djem. A ma falni? Ti kesh me jetë. Pa. Heta dhe mishi. Atyre, Bleza merri hudrat mami dhe i përgatit për pjesën e supës së perimeve, ndërkohë Heta vetëm do të më duhet më ndihmosh ti sopën e pjesët vogla. Neve ndërkohë do të ndezim zjarret. Po, fillo. Edhe një tenxhere për supë. Po edhe tenxherën për supë. Pëllo këto. Mjafton. Vajin e ullirit. Okej, kjo është gati sepse nuk e dija. Do të përdorim vajin e ullirit, kuptohet në gjithë klasat e tjera të vajrave, unë preferoj vajin e ullirit. Megjithatë, kemi edhe disa lloje të ndryshme të vajrave realisht. Unë në një emision që isha para javën e kaluar, dhe është edhe një recetë shumë të shëndetshme për kombinimin e 2 llojeve të ndryshme të vajrave, i cili është njohur si vaj më i shëndetshëm në botë. Bëhet fjalë për kombinimin e vaj të kokosit e vaj të linit, ose vaj të farave të lirit ndryshe që njihet. Edhe të kokosit? Edhe të kokosit. Dhe vaj linit ruhet në frigorifer, vaj kokosit shkrihet pak,
në temperaturë në zjarr shumë të ulët. Është i ngurtë. Është i ngurtë realisht në temperatura normale, të ftohta. Të ftohta, po, në frigorifer, se në temperaturë normale duhet filloj të shkrihet. Dhe 125 ml vaj linit lihet në frigorifer, 250 ml vaj kokosit merret shkrihet, si në këtë pjesë. 12 thelpin të hudhës dhe një kokër qep e presim në njësi të vogla dhe i shkrim domethënë bashkë me vajin e kokosit. I kullojmë, i lëmë disa minuta, i kullojmë, edhe pastaj bashkojmë vajin e kokosit që e kemi shkrirë në vaj të linit, sepse vaj i linit nuk preferohet për të skuqur fillimisht. Dhe ruhet në enë, të qelçit, ruhet në frigorifer dhe me të gatuhet. Tani ajo bëhet realisht është një sasi e vogël që konsumohet shumë shpejt, kështu që nuk është që ka ndonjë afat përdorimi. Përndryshe, kur jemi tek vaji i kokosit edhe i linit për të parë afatin sa e kanë, duhet shohim enën, ambalazhin që e ka. Këtu kemi fillimisht do të skuqim dhurata më pak. 450 gram. 450 gram, ja. Po, vajt ullirit djola në Shqipëri. Cilës pjesë e preferoni? Berati njifet si... Berati po, unë edhe origjinën e mamit e kam nga Berati, e njohë shumë mirë. Ato lloj vaj ulliri preferoj, por që edhe ulqini e ka shumë të mirë, sepse e kam vizituar realisht edhe ullishtet aty, edhe ajo është goxha e preferueshme, por që e ulqinit. Gjithmonë vaj ullirit, kjo është në zjarr i avashta, po? Okej, se... Në rregull. Okej, në rregull. Mos të nxehet shumë për arsye se... Okej, mundesh me largu pak? Po, në rregull. Por që kur të përdorim vaj ulliri është e mira fare, është nga ato ushqime, le ta quajmë kështu, të cilat duhet sigurohemi që është ekstra virgjin. Po. Sepse... Ekstra virgjin për me zi? Për gjitha format e gatimit, që në formën e sallatës kur e përdorim, apo qoftë edhe në gjellra, apo për skuqje, që është shumë i mirë. Por që edhe ky kombinim tjetër që sapo i thash, realisht është një kombinim që e ka bërë një doktoresh e cila ka zbuluar një formulë për trajtimin e kancerit. Dhe ka ekskluzivitetin e formulave që ajo ka për pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe kancerin. Dhe pjesë çdo formule ka qenë ky lloj vaj, që ajo quhet ndryshe vaj Oleolux. Domethënë, përzierja e këtyre dy llojeve vajrash. Kokosi, lini, me 12 thelpin të hudhës dhe me një kokër të qepës. Edhe jep njerë shumë. Pastaj me këtë vajin? Po. Jo leon e gati. Pastaj me këtë vajin? Okej, faleminderit. Vajin të një luk. A të ndihmoj? Luk drurit, po që. Tani? A të ndihmoj? Të lej? Jo, janë plane, janë të pastra, po vetëm do t'i qirojnë në një si më të vogla. A duhet një karot apo më shumë? A do një të ndihmu? Është mjaftueshme një karot. E patatja? Një kokër patate, deri në 2 kokra. A do në të ndihmu? Hapa, Këto janë rreziqet e gatimit. Por që kur bëhet receta në fund është shumë e mirë. Tu nuk e hedh kur gjë, do të thonë veç do ta lëm pak mishën, do t'i shtojmë kripën pastaj. Okej. Sepse kuptohet që duhet bëhet një lloj marinimi, le ta quajmë kështu, por duke qenë se është formula bazë, kripën do të përdorim në këtë pjesë. Një ose dy. Kripën, besoj e kemi aty. Çfarë? Ja, kjo më duket është apo? Po. Unë preferoj shumë, se ka disa lloje të kriprave faktikisht në treg, por që unë gjithmonë flas dhe preferoj 2 lloje të kriprave. Për ata të cilët kanë probleme me mungesë të magnezit në trup, mungesë mineralesh, kripa Epsom, nuk është firmë realisht, po ashtu vondi Gandiret, është Epsom, është një ndër kripat më të mira sepse ka një prezencë shumë të lartë të magnezit. Sidomos ata që kanë probleme me migrenën, është shumë e këshillueshme sepse disa studime na tregojnë që individët që vuajnë nga migrena mund të kenë mungesë të magnezit në organizmin e tyre dhe për këtë arsye është e preferueshme. Çfarë kryp është kjo? Por kjo realisht është kryp e bardhë dhe trash duket, kur blihet. Por që ka në tregun tonë, po në pak vende e kam parë me të drejtën. Jo sepse zakonisht shiten dyqane që shiten produkte natyrale, por vetëm në disa prej tyre kam lexuar shumë për kripën Epsom, sidomos që përdoret për trajtuar
lëkurat, largon dehidratimin, dehidratimin lëkurës edhe e kam parë në shumë receta Amerikanët e përdorin jashtëzakonisht shumë dhe kripa Epsom përdoret për ata që kanë mykra në këmbë sidomos. Bëhet një lloj terapie duke u zhytur domethënë këmbën në krip. Kripa tjetër është? Kripa tjetër është kripa Himalajeve. Kripa roza Himalajeve. Çfarë puna kjo pse kripa Himalajeve? A vesh puna është prania e 82 mineraleve që kjo krip ka. Sepse zakonisht kripat e tjera ka edhe përmbajtje të jodit, por që ka shumë mundësi që kripat e bardha të cilat shiten mund të kenë mungesë të jodit në ta. Domethënë mund të jetë kripe pa jodizuar. Kjo përmban një sasi të lartë të jodit e para. E dyta është prania e 82 mineraleve që janë domethënë pothuajse gjithë mineralet e shëndetshme që duhet t'i ketë organizmi ynë. I ka kripa roz, por edhe kripa e kuqe e Himalajes. Edhe është dallimi mes kuqes edhe kësaj? Është vetëm prania e mineraleve që kjo roza ka më shumë se sa e kuqa. Por që të dyja janë të Himalajeve, është më e pasur. Dhe e treta pastaj është kripa e Shqipërisë faktikisht shumë e mirë. E detit janë. Po. Dhe krip e zezë realisht, është tamam e detit e jodizuar, po. Zakonisht përdoret për turshi, nënat tona e kanë përdorur për turshi në formën ashtu të trash, por që kur imtësohet pastaj përdoret edhe për gjell. Se me këtë problemin e kripës realisht ka shumë pacientë të cilët vuajnë nga gjendra tiroide, sepse mungesa e jodit shkakton probleme me gjendrën tiroide. Dhe kjo është arsye pse kripa duhet të jetë patjetër pjesë përbërëse të avolinës tonë, por njëkohësisht duhet të zgjidhim atë lloj kripe cila nuk na bën dëm, edhe cila është më e pasur. Po, edhe që mbi të gjitha të ketë pranit mjaftueshme të jodit. Më falë që po ju pengoj, sepse për shoh Blezën që po matë diçka me gisht. A ma shpjegon pak? Do të 1 centimetër gjinxhe. Edhe ti pe mbat me gisht? Po. A e ki gishtin 1 centimetra? E kam me vizore. Ka marrë gishtin me vizore edhe? Me thonë, na duhet 1 centimetër. Gjithë ç'a bënte kjo? E ka marrë gjinxherin 1 centimetër. Atëherë kjo është pothuajse gati. Neve do ta marrim të tavën. Tavës shumë pak gjallë më duhet, ja marr pak vjesë. Gjitha po ta vjet pak gjallë. Okej, s'ka gjë. A na mjafton? Ma me të heqë lëkurën, s'ka nevojë. Po, duhet heqë lëkura. Ketim dhe pak gjallë që mos të ngjitet, edhe brokolin. Për shikus tonë të ndëruar dhe që nështë me cekë, sot pak ma ndryshe do të funksionojmë, si emision jemi mësu zakonisht shikus me na po, ka ardhë Diola mësafire të na, cila për në animon shumë, edhe neve dhe juve, me plot gjitha këto informatat pasëna, për më kujdes edhe më shqy sa ma shëndetshëm. Po. Tash, dikur shpajtohet me te, dikur unë s'pajton, po... Ti me mua nuk i ke punët mirë. Jo, po, ne kem obligim... Duhet me u pajtua, po? Me u shqy njerëzit me informatat sakta dhe të mira. Faleminderit shumë, edhe është e rëndësishme mbi të gjitha edhe nga... Se duhet këtu pas të flasë për vete, nga vërtet profesionist, sepse unë kam përfunduar 3 fakultete, 2 mastera vetëm për këtë punë. Jam edhe biologe, jam fillimisht me profesion, kam pastaj master në biologji, në shkencat e biologjisë, kam përfunduar shkencat e mjekësisë, drejtimin laborante mjekësore, edhe këtu kam master, laborante lartë mjekësore. Sa vjet i ki Diola? Jetën pyetje e guna unë, kur ishim... Por që... Edhe nuk bën ta pyetës famën sa vjet. Mirë, komplimente në po e pys për gjitha këto punime, gjitha këto arritje. Faleminderit. Masi nuk është problem, Diola ende s'ka mbushur të 30-at. Faleminderit. Pastaj edhe nutricioni dhe dietologjin ka qenë fakulteti, s'po themi fundit, se kam synime tjera për doktoraturë. Jam rrugës të doktoraturës. Nëse do me ndru komplet. Jo, me ndru jo, vetëm jam drejt rrugës të doktoraturës për nutricion. Diola, a duhet një qep në ta bo fisigati, duket? Këtu jo, nuk më duhet qep. Nuk qep qep, okej. Jo. Mendova që se mi mësu mishin me qep, po kjo është pak më ndryshe. Okej. Tave dhe jo Tironse. Tave dhe jo Tironse. Apo nga spjegon tave dhe jo. Nalim të zore? Okej. Hajde me nga spjegu pak që është puna e kësaj tavës dheut. Historia vetë është që në fillim Shqipëria ka qenë vend blegtorial. Okej. Dhe mbanin shumë kafshë ndryshme. Dhe këto dhe ju të bënë me
mishra të ndryshme, vetëm me mishin e pulës ose i humshia. Okej. Tani, a bëhet kjo tava e vetë me peshk? Jo, As me peshk nuk. po dhe në Itali një ditë ishte hap një konkurs gatime Po. Kujdes. dhe Ta ndesin? Po. dhe dikush kishte nga Shqipëria kishte bërë tavën edhe jot dhe në vitin 2011 kishte marrë çmimin e parë. No. Me të vërtet. Po. Edhe? Po, Dhe aja din emrin këtij personi ti, si a din emrin? jo. Okej. Po ajo quhet tavdheu me që edhe pjata është e baltës, edhe ajo jep më shumë shije edhe aromë të mirë. Vetëm ja vull pak. Se i thonë Tiranëse, nëse se kanë Tiranës. kësim Tiranës. Me që është tavë e Tiranës. A buron, a është me të vërtet që buron prej Tiranës, e kanë përdor Tiranësit e kanë bu për e të parë? Po, Atëherë të shtojmë, këtu kemi hetur mielin. Arsye pse i dhet mielli është që të ketë një konsistencë ose një përmbajtje të jetë me ngjitshme, me trash, po. Do t'i shtojmë edhe pak vaj ulliri dhe ndërkohë do të shtojmë gjizan. Okej. Mund të përdorim ose djathë të butë në vend të gjizës, por Ose- që kjo është ose receta gjizë. tamam, se djathë të butë, djathë të likota nuk kanë pasur në atë kohë. Po. Dhe një ndër arsyet për shembull që pse është përdorur kjo lloj tave është sepse ashtu siç tha dhe Bleza, Shqipëria ka qenë vend vlektorial, kanë pasur rrisnin lop, vicin edhe përdornin mishin edhe në produktet e qumshtit, kështu që janë përpjekur që të gjejnë një recetë të cilën mund ta bënin pa pasur nevojë të shkonin vinin diku në dyqan ose për të marrë ose këto shtesat e perimeve për shembull kanë qenë të mëvonshme sepse kjo është përdorur në fillim. Atëherë do t'i shtojmë gjizën. që të bëjmë më me ndërkohë? Kemi I ke për gati, thjesht do të skuqësh tash. Cilat parat? Hudra. Po. Hudrat me vaj ulliri. Ose me gjallë. Edhe këtu kemë prapësisht Edhe këtu janë 200 gram, 300. Po, 300 gram. Po kjo bëhet domethënë për sa veta Po, në varet prej varet, porcionet. po, prej porcionit. Kush e preferon më shumë kripën mund t'i shtojë akoma më shumë. Ndërkohë, Ti shtu përdore shumë pak krip. po, shumë pak krip. Unë realisht nuk e preferoj shumë kripën. Ja bëjmë kështu? Më fal. Por që mund t'i shtojmë edhe pak. Okej. A na mjafton? Ndërkohë, po, edhe pak më shumë. A me tila jo ndërkohë këta? Janë Jo, të janë lara, të besoj? lara. Po, po. Po, po. Janë gati. Okej. Dhe nuk do ta lëm realisht që të skuqet A shumë. është e njëjtë me tavën Elbasan? Tava Elbasan është me kos. Me kot. Me kos. A me kos? Ata Kjo po, me kot? Është vetë pita është me kot me peshk. Në vëtë pres? Jo, domatin jo, nuk na duhet domati ase. Okej. I kemi këto të tjera. Atëherë vetëm hudrat do të shtohen në Atë fillim. e thashë? Mund t'i shtosh hudrat. Edhe besoj furra, duhet të ndezin furrën sepse Po. këto vendoset në furrë Këtë dhurot, diku te 180 gradë Celsius. 180. Po. Sepse unë gjithmonë jam me fletore, nuk i përpiqem çdo lloj forme të iki teknologjisë. Unë ma herët ishe duke folë dhe thash më spengoj se dashta me pyet ç'është puna e fletorës, se mi mësu gjithmonë tash me këta telefona s'dojmë Me na u largu prej tableta, dorës. po. Realisht unë përpiqem, të po, përziej? po mundesh. Përpiqem në çdo Bravo formë të Pisi, ja ka qëllu mundshme. me A me ta lëshukurën. ka me këtu? A me këtu? Po mundesh. Gjithmonë përpiqem në çdo formë të iki teknologjisë, madje dje ishim në një qendër tregtare dhe po i them bashkëshortit ta idin gjitemi nga shkallë si gjithmonë. Edhe më thotë çmend edhe ti. Allah s'ka faj. Allah e ka të mëra lujt. Do me Të thonë, ka lifti aty të aty gjithi me shkollën. Edhe realisht nuk kemi nevojë të mbasim pesh sepse jemi shumë fit edhe bashkëshorti edhe Dardani edhe unë. Por që përpiqem këtë në ide çdo se tash formë. unë po marrë ato kartelat e liftit që i kemi dhe Grisi. presha për gjys. Po, veçorna, veçorna. Shkon e blen tjetrën të apo. Jo, për veti po qa dush. Jo, faktikisht është një lloj kulture e mirë, po besoj që nënat e kanë atë përgjegjësinë kryesore që kur ato punojnë, gatuajnë me gjëra të shëndetshme, kur ato kapin librin në vend të telefonit, sepse ti e ke librin dhe në telefon, por ç'është zgjedhjeje. Po. Edhe fëmijët, po edhe për bashkëshortin gjithashtu je edhe një
është një zgjidhje shumë e mirë edhe mbi të gjitha është shumë krenar që ti aplikon forma tilla, sepse edhe kjo është një lloj shprehje së dashurisë mendoj unë. Përderisa ti kujdesesh për shembull që mos të hipin ashensor, por të përdori shkallët që ta ketë trupin e shëndetshëm tjera me rast. Po vetëm pak sa të skuqen. Është një formë apo jo, për mua është okay, sepse blezës. Blezës po bën. Nuk e pas kalçuar fare apo e kalço, po edhe pak. Po. Çështja pse hidhen hudrat, se kjo realisht është një formulë themje imja, nuk e kam parë asku tjetër, por që e kam bërë prej nevojës ndoshta, sepse unë nuk i preferoj supat e gatshme dhe është dashur të bëj një supë e cila nuk merr edhe shumë kohë mbi të gjitha, sepse ne jemi nëna që punojmë dhe deshe do gjesh një formulë të shpejtë. Atëherë për mua kjo është gati, këtu fiket apo? Po. Më ndihmon? Ananën tjetër. Cila do t'i shtosh? Pa karotat. Po, se do t'i shtosh karotat para? Me që me të forta. Me të forta, po. Edhe karotat. Atëherë, po, vetëm me kujdes. Atëherë do të shtojmë këtu. Okej. Në 300 gram gjizë, në vare prej porcionit. Prej porcionit, e keni përzi... Të që kjo mund t'jetë një porcion për ty, për mua është 3 porcione. Një, nësë diskutojmë tash me porcione këto. Edhe mbi gjitha është e shëndetshme, gjiza është shumë e shëndetshme, ka shumë kalcium edhe për fëmijët, është shumë e preferueshme. Për shembull, pse ti bëjmë një talo këtu këta? Po. Pse ti bëjmë për shembull fëmijës me këto që lyen edhe që janë të gatshme, nuk po qëndron. Ama mundem talo. Okej, faleminderit. Ti përzihen ndërkohë. Po, vetëm pak me kujdes tenxherën, mbaje tenxherën këtu. Okej. Është një zgjedhje realisht e shëndetshme. Mishi kuptohet për proteinat, për fëmijët, nuk duhet të largohet. Puna e mishit, kam dëgjuar dhe kam lexuar që mishi kuq nuk po preferohet edhe atë shumë kohëve të fundit. E di si është puna e mishit, më fal vetëm pak gjitha. Puna e mishit është më shumë problematika tek cilësia e tij. Sepse në fakt edhe ata të cilët janë vegetarian, fëmijëve zakonisht nuk ja ndalojnë përdorimin e mishit, sepse unë personalisht kam provuar që të bëhen vegetariane dhe nuk s'po them e kam pësuar shumë keq. Po, edhe pak Lori. Okej. Por që nuk është që ke shumë ushqime, për shembull të cilat ti mundesh ti zëvendësosh. Për shembull farat e kanabisit janë ndër farat të cilat janë burimet më të pasura në botë me proteina, që mund të zëvendësojnë mishin. Farat e kanabisit për shembull në Shqipëri ka edhe shiten në dyqane ku shiten produkte bio. Po. Jo për atë që po mendon ti. Por që edhe pak ma mduan. Dhe ato janë një ndër burimet më të pasura me proteina. Pastaj janë farat e kungullit, po farat e kungullit kanë dëgjuar edhe, më fal se të ndërpret, kanë dëgjuar edhe disa peperimeve, për shembull brokolli ka shumë proteina, patatja kuqe, po, sweet potato, patatja ëmbël. E ëmbël, okay, patatja ëmbël. Kanë proteina të cilat po, por nuk i zëvendësojnë. Ama mishi nuk e zëvendësojnë. Apo, për këtë po jemi dakord. Jemi dakord. Sepse nuk i kemi për shembull të gjitha format e marrjes së proteinave të paktën këtu në Kosovë. Se Shqipëria për shembull kohët e fundit i ka sjell farat e kanabisit edhe shumë individë të cilët merren me fitness, shkojnë edhe i përdorin. Po ajo është shumë e shtrenjtë. Për shembull ty të duhen 2 lugë gjelle të tilla fara kanabisi për të konsumuar. A 100 gram kushton diku 15 euro. Domethënë është shumë i shtrenjtë. Po, kjo është ideja. Atëherë kjo është gati. Domethënë është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Po, vetëm gjizën. E fërgojnë mishin, e prejnë sopa të vogla, si për biftek që i prejnë na. Jo për gullash, ose... Po. Edhe do t'ju shtojmë pak, unë preferoj piperin. Çfarë duhet ajo? Më vonë. Në më vonë, kur të bësh langun. Edhe t'ju shtojmë pak piper të kuq. Okej. Zakonisht unë e preferoj piperin. Piperin e kuq ndoshta për t'i ndryshuar pak ngjyrën, dukjen, pamjen. Por realisht, unë preferoj shumë edhe piperin e zi. Dhe arsyeja pse preferohet piperi i zi, është sepse piperi i zi dimon tretjen dhe rrit fuqinë absorbuese të zorrëve të holla deri në 700 herë. Pra, gjithë ata që kanë probleme me tretjen, duhet ta marrin si një alternativë shumë të mirë. Piperin e zi. Piperi kuq, për gjithë ata që kanë imunitet të dobësuar, në vend të piperit të zi, përdorin piperin e kuq, sepse përmban një substancë aktive që njihet me emrin kapsaicin, dhe kapsaicina është ajo që rrit imunitetin. Atëre, shumë pak vaj.
Po. Vaj, sipër. Shumë pak vaj. Dhe tava është gati. Tava është gati. Po. Okej. Ta Shumë bukur po vendosim në duket. furrë. Sa minuta? Sa do të më qëndrojë? 15 minuta deri në 20 minuta, në 180 gradë. 180 Po, 180 gradë. Po thoshim për fletoren, vetëm baje këtë se mos të ikën të nxjerrja. Në fakt unë e përmenda edhe pak më herët që kohën e kam Atëherë po mundesh dhe brokolin. Kohën e kam shumë kufizuar, kështu që realisht një zonjë e mrekullueshme kujdeset në shtëpi, por ato pak ditë që jam në shtëpi, do mos të shtunën edhe të dielën, kam qef që t'i shënojnë në fletore, mos të rritë gjithë kohës në internet, po e kapa telefonin, pastaj nuk ndaloj, kështu që kjo është një arsye. Jo njerë, duhet të skuqen pak. Atëherë të shpjegoj pak të supën. Çfarë bëjmë këtu? Qa ke vendos? Vetëm pak. Qa ke vendosur mami, Freko? Atëherë kjo supa, si që shihet edhe ngjyrat i ka shumë të bukura, unë i kam vënë edhe një emër kësaj supës, e quaj supa multikolor, domethënë me shumë ngjyra. Edhe Leza e përgatit vetë në shtëpi? Po, e përgatit vetë në shtëpi, po. Edhe është shumë e shëndetshme mbi të gjitha. Arsyeja pse në rast të parë preferoj gjalpin që të përdoret. Gjalpi përmban omega-3, përmban yndyra, realisht janë yndyra të ngopura, por janë yndyra të shëndetshme kur flasim për gjalpin e fshatit gjithmonë. Nuk e preferoj përdorimin e margarinës. Madje ishte bërë një eksperiment për midis margarinës edhe gjalpit. Dallimin, regoma dallimin. Po, kishin marrë një copë gjalp, po mund ta marrë shojnë, një copë gjalp, si në këtë pjatën këtu, edhe një copë gjalp fshati dhe një copë margarinë. Dhe kishin afruar aty milingonat, sepse milingonat hanë vetëm gjërat të shëndetshme, ushqehen domethënë me ato gjërat që janë të mira. Po. Dhe imagjino që në margarinë as nuk kishin ofruar fare, madje si që kanë atë rresin si të Tomi Gjeri që shka. Kur e kanë parë margarinën janë kthyer në anën tjetër, kurse gjalpin e kishin pushtuar. Dhe kjo është arsyeja, sepse margarina përmban në gjuhën e shkencës, njihen si yndyra trans, janë yndyra të cilat mund të krijojnë pllaka, edhe një moment të skuqem pak. Unë kumenu që këtë njëjta janë këto. Jo, nuk janë të njëjta, margarina është gjalp sintetik, është gjalp i fabrikuar. Unë mendoj që vetë ndron emri prodhuesit. Jo, absolutisht. Gjalpi është shumë herë më i shëndetshëm dhe margarina nuk preferohet absolutisht, sidomos, po, fal. Po dita me milingona, domethënë verës që s'më hajnë, mua domethënë s'ka pnas, pas na të nëmë. Ti s'ka në fungë milingona, sot është 700 vjetë e kitë sigur. As nuk tut nga pëtyne. Edhe një moment të skuqe. Dhe pastaj kemi hedhur ashtu si stableza karotat hidhen të parat, sepse ka nevojë për më shumë. Po, karotat përmbajnë beta-karotenin që është shumë i rëndësishëm për shëndetin e syve. Prandaj fëmijët çdo ditë duhet përgatisim supë të tillë, sidomos me bazën e karrotave. Pastaj kemi patatet, pastaj kemi brokolin. Brokoli është shumë është i pasur me hekur, është i pasur me shumë proteina, edhe për ata që merren me fitness. Pe kuptojmë. Apo më tregon çu shmin mëso fëmijët me i konsumu. Në fakt nuk është që ka ndonjë formulë e cila qëndron për gjithë fëmijët. Për shembull, vajzat e mia, ndoshta un jam mbase një nën shumë e keqe, sepse esenca është të bëhesh një nënë e keqe dhe t'i japësh ushqimet mira. Me forcë, t'i japësh ushqimet mira me forcë. Realisht, jo, forca nuk e kam përdorur realisht. E them në atë kuptimin tjetër. Metaforik, po, kuptoj. Por që un kam vepruar, t'i jepim ndërkohë pak ujë që mos të na digjente. Po, mundesh sallatën? Okej, shtoj ujë, shtoj mjaftueshëm ujë, sepse këto do duhet të zihen pastaj. Arsyeja pse janë prerë në copa të mëdha, sepse bleza kështu i lë, është sepse copat e mëdha ruajnë më shumë vlera ushqyese. Kjo është ideja. Kështu ta bëjmë nëse nuk prehen me ajo tjetër. Po. Dhe gjithashtu për ta trashur pak, do të më duhet që nëpërmjet një luge ti shtojmë një lugë gjelle, jo nuk është miell, është pure, pire. Po, është patate e bluara. Patate e bluar, po. Një lugë deri në 2 lugë gjelle, që mos të jetë domethënë vetëm ujë me perime. Kjo është ideja. Dhe ajo që kam vepruar unë është që nuk në rast të parë A do me rrit temperaturën, fal? Po, do të ishte mirë. Në rast të parë kam edukuar frigoriferin. Edukimi frigoriferit është një ndër hapat e parë që duhet të bëjë çdo familje që do të ushqehet shëndetshëm. Që do të thotë, të hapësh frigoriferin dhe të heqësh të gjitha elementet që ti e di që nuk duhet të përdoren. Dhe unë realisht kam 5 vite që e bëj këtë punë, që flas vazhdimisht nëpër televizionet ndryshme cilat janë ushqimet që duhet dhe nuk duhet.
Dhe pasi të bësh edukimin e frigoriferit, sepse në fakt ne edhe pse jemi të rritur... Apo diskutojnë me frigoriferin kështu? Po flasem. Mirë. Flet me frigoriferin. Punë pikeni mirë. Shumë mirë. Tash po kuptojeni. Shumë mirë. Madje kam edukuar aq mirë sa kur i fus në një çokoladë thot nuk e ha faleminderit. Ta kthem mbrapsht ta dua. Mbrapsht nuk e dua. Dhe çështja është që edhe ne të rriturit tash kur shohim një ëmbëlsirë për shembull në frigorifer, tundohemi dhe më ndodh shumë shpesh që kur vinë mysafirë që sjellin diçka tillë ndonjë ëmbëlsirë ose ndonjë çokoladë që e fus në frigorifer, edhe një ditë e ha, pastaj ditën tjetër më hahet akoma më shumë, dhe çfarë bëj, e marr edhe e hedh në kosht dhe di që po e hodha aty nuk do ta prek më. Po. Vetëm një mënyrë mos ma hongër. Po, një mënyrë që mos ta ha. Ndërkohë për vajzat, kjo ka qenë e para që nuk kanë pasur çat hajnë tjetër, domethënë. Kanë pasur frutat ose hajnë vetëm fruta, po normalisht vetëm me fruta njeriu nuk ngopet, sepse ne kemi nevojë për vlera nutritive të ndryshme. Dhe alternativa tjetër ka qenë që do ta zgjedhin pjatën të cilën unë ja kam dhënë. Dhe plus një mënyrë që edhe mami ime ka përdorur tek unë, sepse unë duke qenë se jam edhe vajzë vetme dhe kam bërë shumë naze, kam qenë ajo e përkthjelura e familjes. Dhe mami ka përdorur një metodikë të cilën unë e kam ndjekur dhe kjo ka qenë më ka lidhur për shembull shikoja një personazh që mua më pëlqente dhe thoshte që nëse ti do të bësh, okay është. Gjathim. Merri dhe domatet, fillimisht. Dhe edhe kastravecat? Po edhe kastravecat. Dhe kam parë një personazh që më ka pëlqyer për shembull Borbardha, në atë kohë e shikonin Borbardhën alternativën e filmit turk. Ka qenë Borbardha seri turke. Dhe thoshte nëse ti nuk e ha frutat edhe perimet, do bëhesh shëmtuar si shtriga. Ose për shembull do bëhesh dobët, nuk të rriten flokët, sepse flokët i kanë pas gjithmonë fiksim që kanë shumë të gjata. Edhe qerë dhe kur e kemi pas shtëpinë në Prishtinë, ka ardhur një mësues nga jashtë edhe tha, po hëngre tullu bërë si gjugjat e Borbardhës. Po hëngre bukë. Dhe realisht kjo është një ndër metodikat më të mira që unë kam përcjellë edhe te vajzat e mia. Për shembull, ju kam thënë vajzave që nëse hanë ushqime të këqija do t'ju krijohen rrudhat. Se bësh si shtrik. Ose do bësh si strik. Nuk kam djem. Dardani ne kam ditur ndryshe. Pas ke pas përvojë. Jo, nuk me djem. Ne kemi 2 djem edhe po realisht duhet të gjeni personazhe të cilët ata i kanë shumë dëshirë, shumë qef. Si Spider-Mani për shembull që të hash spinaqin sepse duhet bësh i fortë si Spider-Mani ose nëse ka ndonjë simpati në qerdhe ose në shkollë ti thua që nuk të pëlqen filania, nëse ti nuk e konsumon këtë ushqim, fillojnë të bien flokët. Domethënë unë i prek ato pikat e dobta, aq shumë i kam prek sa një ditë çfarë ndodh. Më telefonon kujdestarja, mësuesja e Lezës në shkollë dhe kishim pasur një ditëlindje. Dhe të gjithë, domethënë në ditëlindje kuptohet që kanë një copë tortë, një lëng, diçka të tillë, edhe kjo i kishte shmangur. Ka thonë jo, nuk e dua, mua më jep një ujë pa gaz. Dhe mësuesja që më merr në telefon e nervozuar me të drejtë, me shumë të drejtë, që pse e ke mësuar djola vajzën në këtë formë, se kjo asnjë çokoladë u nda nga shoqet nuk hëngri asnjë çokoladë. Në një anë më erdhi keq, sepse je nënë dhe nuk e qef ta shohësh fëmijën që është ndar nga pjesa tjetër, nga masa. Por në anën tjetër u ndjeva shumë mirë sepse e pash që gjithë të punë që kam bërë, edhe kur unë nuk e shoh, ajo nuk i ha ato gjëra. Domethënë kjo shumë për mua. Edhe besoj që duhet jetë shumë dhe për gjithë ata që e provojnë edhe e shohin që fjalët e tua kanë rënë në veshin e duhur, edhe mbi të gjitha aplikohen dhe praktikohen nga fëmia edhe kur ti nuk je aty. E për njerëz si unë, për shembull, djol. Ti mas pari duhesh me ta eduku mendjen. Jo, ideja pastaj gojën. Po. Si shtojmë edhe shumë pak ujë, kemi këtu, po. Ideja është që një person ose arsyeja pse dietat nuk funksionojnë pothuajse asnjëherë, është sepse një person, në qoftë se nuk e ka të bindur mendjen e tij që duhet i shmang këto gjëra sepse i bëjnë dëm, ndoshta dikush kur bëhet për te doktori, atëherë kërkojnë recetat, atëherë kërkojnë dietat. Dhe pa e bindur psikologjinë tënde, ndërgjegjen tënde, vedijen tënde që nuk duhet ta hash, nuk ka birë nëne që i del gati, që i bën ballë, domethënë. Por që në momentin që ti vendos që do konsumosh një regjim të rregullt ushqimor, sepse realisht unë jam totalisht kundër dietave drastike dhe nuk kam bërë kurrë në jetën time dietë drastike, që do të thotë mëngjes drek darkë të kesh sasinë shumë të limituar të ushqimit, por unë bazohem më shumë tek cilësia. Po, zgjedh cilësinë ose për shembull në internet mund të gjejmë receta pafund që thonë mos e konsumoni mëngjesin nëse doni të humbisni peshë. Ato janë dezinformata që shkatrojnë organizmin tonë dhe është ndoshta një ndër
gabimet më të mëdha që mund të bëjë dikush. Kështu që konsumimi i mëngjesit është shumë i rëndësishëm dhe mëngjesi duhet të jetë shumë i bollshëm. Dhe të kisha preferuar që mëngjesin ta përdorësh për të ngrënë të gjitha ato ushqimet që ty të pëlqejnë, sepse edhe nëse ha për shembull vezën e skuqur, kujdes. Atëre mund ta konsumosh sepse e shkrim pjesë tjetër të ditës. Ndërkohë Po që tash Bibian, Diol, tash do të thonë unë pas sa mundësi me fitu shumë kalorinë në mëngjes, kur thon mëngjes. Po tash unë tash që smina mes një aktivitet, shembull. Qofse smeresh me aktivitet, po veç heci si trup, do të thonë kryj punët e mia minimale. Po edhe ecja është aktivitet. Po, veç zakonisht kryj punët e mia minimale, cilë kam deri në kafe, makinë, deri në punë. Mëngjesi, po, të kuptoj. Mëngjesi deri në çfarë faza, po se mëngjesin e kam vret në detaj shumë interesant. Veç të vyn pak me nis, a ke pa veç ku të nis gazin tani më ndej mundesh me hongër sa dush. Po, ashtu është. E di se themi në Shqipëri pak. Në Shqipëri themi kur të hapet zorra, nuk ndaj. Domethënë që okej, shumë mirë. Ata për tjetër më të të? Po, jo, një herë të lutem për para kamerave, tash duhesh me ma shpjegu mas pare çka ke qitë. Çka ke përdorur? Opa, na falni. Tu kam përdor sallatën jeshile, domaten, djathin, kastravecat. Okej. Vajin e ullirit, uthullën edhe djath. Edhe djathin. Edhe kripan. Sallata bleza? Ha? Sallata amrine ka bleza? Jo. Çka si sallata greke duket? A është sallatë greke? Jo. Çfarë sallata është ajo? Ka emër? është thjesht sallatë. Është thjesht sallata, okej. Edhe bleza realisht gjithmonë më shef se edhe unë kur gatuaj përdor pjesëzat e mëdhaja. Dhe edhe në sallatë e ka ruajtur këtë edhe pse ndoshta nuk duket bukur, po unë mendoj që neve në të shumtën e rasteve fokusohemi tek estetika e pjatës. Dhe nuk fokusohemi tek vlerat ushqyese. Dhe gjithmonë edhe blezën e kam edukuar në këtë mënyrë që pri edhe në masa të mëdhaja, por ideja është që të marrësh, të dish se cilat janë frutat edhe perimet që duhet përdorësh gjatë ditës. Tjetra është që sidomos kur janë në procesin e zgjerrjes, ruhet vlera ushqyese kur janë në pjesëza më të mëdhaja. Kjo është arsyeja pse i preferoj, por që normalisht kur përdoret për shembull supa për fëmijët, atëherë këto pjesëza mund ndahen edhe në seri më të vogla, apo në rastin për shembull kur kemi fëmijë që nuk duhet ja tregojmë brokolin, që ka brokol brenda. Atëherë mjafton të kemi një mikser ose një blender në shtëpi, edhe i grim, i bluajmë edhe i hedhim pastaj brenda. Ata pyes pak se mami 2-3 herë edhe unë po të thash, po bleza, bletëza, çka do me thonë emri jot? Emri im është... Se durët e vogla tua po punojnë si bleta, po punojnë e bën sallatën, supa, gjithçka po... Emri. Emri është Kështjell në Dardani dhe është emër shqiptar edhe ajo Kështjella në Dardani e kishte emrin Blezo në mashkullore, e në femëror ishte Bleza. Edhe t'ka... Bane emri Bleza. Kush ta kalon emrin? Babi. Babi ta kalon emrin? Unë thash kështë mami ma si veç. Mami ka pas një alternativ tjetër. Po, Bleza ka dhe një motor. Po e kam Enja. Kujdes mikrofonin. Po. Edhe... Çka do me thonë Enja? A ka Enja? Nuk e di s'm ka tregu. Është sekret. Po është, ka ndodhur edhe diçka për rastet lindja on. Kur mami e ka thirrë gjyshin, tash mami i tha, ja kam lënë emrin Perla. Ai tha, si Pela, edhe të është t'ja vënë në bajat mamit, edhe babi e gjeti emër shqiptar, Bleza, të është Bleza. Oke, unë diçka e lidha me bletat, Bleza, bletëza. Përse kjo është punëtori. Ata gabojnë emri shpesh njerëzit? Po mami. Mami të gabojnë? Mami thot Inja, së Inja së të Atë gabim e bëj edhe unë, non stop lirit të voglit i thëmë blin, ati blinit i thëmë lir, non stop i gaboj. Kështu që ajo është gabim gjitha mamat e bojmë, kështu që mos bëj der. Kur shohim që është bërë shumë e hollë, mund t'i shtojmë edhe një luk. Ata qes me një Kjo pjesë? është sja maksimale, deri në 3 luk. Besoj dhe pak minuta e kemi gati. Super. Supan, po. Do me thënë to janë zbutur mjaftueshëm, karota është zbut mjaftueshëm, brokoli po ashtu, edhe do ta kemi gati. Gjithmonë, kur të bëjmë pastaj servirjen, do të na e serviri Bleza, sepse preferon që të shtoj
edhe diçka tjetër, jo vetëm për efekt estetike, se kjo e ka qef estetikën. Por edhe për efekt që të tretet më mirë, të japi një shi akoma më të mirë. Preferon limonin, se s'po janë gjithë sekreti për parë, se nuk ka qef. Tani juve jeni duke bërë Salatën. Okej. të tjetra. Tava që duket veç gati. janë bo 20 minuta. Okej, perfekt. Janë ato Po, që, tashin. Finali, janë që. në rregull është. Edhe sa u hapun dje ajo aroma karakteristike. Shumë e mirë. Hajde. Si thoni juve këtyre, neve disi themi paçavure. Paçavure. Pas na dëgjuas njerë. Po e merr? Okej, faleminderit. Dhe është interesant sepse edhe në momentin e servirjes, kjo servehet kështu siç është. Si pak a shumë si lazanja, siç jemi mësuar që lazanjën e shërbejmë në formë të tillë, kjo s'na duhet mirë. Sa e bukur po duket. Edhe shumë e shishme, besoj i fisit, po i bëjnë si gjitha. Mirë. Kështu që mos thuaj që kësaj radhe ke bërë vetëm gjëra për elegantet. Edhe stupa është, po thuaj se gati. Fal Diola. Pa më muata. Po, më fal. E shumë mirë, perfekt. Okej. Salat? Po, ka bu një salat edhe një... E tash? Një bukuroshe, a? Ja. Është bukuroshe. Kjo i shtonë e ka një lloj fantazie ashtu. Nuk e di se si mendon, ndonjëherë nuk e kuptoj se ç'a bën, por që më pëlqen kjo ideja që se ndonjëherë ato çmendurit, idetë më të bukura lindin nga çmendurit. Kështu që unë nuk e ndaloj. Okej, shumë bukur Bleza, faleminderit për Kreativitetin. e bukur. Shpjallojmë emrin. Hajde pjallojmë një emër. Mendo. Fytyra. A lojmë emrin Perla? Inja. Ine, Flo. Motra. Ines. Kur ka ndonjë gjë që i pëlqen, Einstein. Okej, shumë bukur. Atëherë, Dhe ajo është gati dhe gati. në Shqipëri, sidomos jugu i Shqipërisë, e preferojnë shumë rakin, edhe nga jugu i Shqipërisë e ka marrë edhe Tirana dhe e shoqëron gjithmonë tavën e dheut me një gotë raki, me një tekë raki. me një tekë. Edhe bëjmë gëzuar, grindolli. Dhe shihen e ka vërtet shumë të mirë, mund ta provosh pastaj nëse do. Po, veç të ftofë. Ai patjetër se të bie dhëmbët pastaj në tokë, ndërkohë edhe supa është gati. Po, vetëm një moment. Supa është gati, e ka marrë trashësinë e nevojshme, kush e do që t'jetë pak më i trash, mundet edhe ta lërë më shumë ose t'i hedhë një lukë pure, po i kam hedhur. Dhe mund ta fikim supën. Këtu apo? Jo. Në anën tjetër, fal, po. Okej. Dhe garuzhde, i thoni garuzhde? Kemi shumë emra, i themi edhe garuzhde, edhe pehar, edhe Kjo është kutllaç, edhe lugje madhe, disa emra janë për... Mu marrë vesh. Okej. Kështu servohet. Po. Bukur. Në pjata të tilla. Ja, djallit jam janë që i ti kështu brokollin. Atëherë do t'ja... Nuk ka Do t'ja shansa ti. bluash. Ja, bluim. Po dhe babes ti... Po ai shikon babin, prandaj nuk ka shans. Se po ta shikon të babin... Kom plan me që fisin azil. Edhe me nështë fillojnë fëmijët me më qyrmu, nështë është e mundur. Atëherë... limon? Limoni. Apo, mep. Se presë ndërku. Arsyeja pse shtohet limoni, sidomos gjatë periudhës së dimrit, po kjo realisht është një supë e të gjitha stinëve. Po. Por sidomos në stinën e dimrit preferohet që të shtohet limoni edhe Vitamin C. Po, vitamina C që ndikon sadoku do në rritjen e imunitetit, por mbi të gjitha jep një shije shumë të mirë. Në fakt po të provosh vetëm këtë supën, edhe të provosh pa limon, dhe ta provosh pastaj supën me limon, e shikon që shija është 10 fish më e mirë. Dhe limoni e ka këtë efekt, për zbukurim mund t'ja presim disa copa, mjafton mami.
Shumë mirë. Kjo më duhet për pastaj. Kjo i duhet për pastaj do bëj diçka tjetër. Edhe supa është gati. Okej. Ndërkohë mund ta presim. Po. Blender. Mas duhet ajo blender. Tani do pastrojmë këto pak vende dhe... Okej, derisa e pastrojmë na, shikues të nderuar, shkojmë me marketing dhe kthehemi shumë shpejt me receta të tjera. Atëherë, miq të dashur, jemi kthyer për të vazhduar me recetat e radhës. Me siguri tashmë e keni parë recetën tavën e dheu, cilën e ka përgatitur Diola dhe supën. Edhe për nishin që i preva ato, pejari nuk erdhen. Po, edhe konsumuesi gjitha dimishit. Supën, cilën e ka përgatitur së bashku me blezën, sallatën, edhe atë suratën e enjës kja. Tash vazhdojmë me dy deserte, në fakt. Një desert shumë, por shumë i shëndetshëm, edhe një desert me kërkesën time nga mami Diola. Po, në fakt, unë nuk i preferoj shumë ëmbëlsirat, që do të thotë edhe nuk i blej të gatshme, ndoshta, me qënë se jemi 3-4 antarë të familjes, 3 herë në vit blem tort, që ama të pjesim, po, kur ka ditëlindje, si për ndryshe nuk i preferoj 3 herë jeni 4. Po, sepse unë atë pjesën nuk e preferoj. E bëni torte kështu prej pemëve, perimeve ndërsa? Jo, nuk u apri shefin fëmijëve. Domethënë kur ka ditëlindje e kanë kështu me nënshkrim timin që mund të duan. Përndryshe kjo ishte me kërkesën tënde, por gjithsesi unë kam përzgjedhur elementet të cilat janë sa më të shëndetshme, për shembull në radhë të parë jo vetëm të recetë, por në fakt edhe recetat e tjera që i bëjnë ambiset në shtëpi, preferoj shumë mielin integral. Mieli integral përdoret për arsye sepse është në një farë mënyrë është mieli pa përpunuar, është mieli pa zhveshur, quhet ndryshe. Është mieli i cili mbart më shumë vlera ushqyese, ka më shumë fibra, ndihmon më shumë tretje. Edhe kam dëgjuar që mielet e bardhë shtojnë edhe zbardhues edhe gjëra të tjera që... Edhe, po, kimikatet ndryshme, për qëllime ndryshme, kryesisht për qëllimin e ruajtjes së jetëgjatësisë së produktit në raft. Dhe për këtë arsye preferoj mielin integral ose ndryshe njihet edhe si mieli zi, edhe pse nuk e ka komplet atë pamjen e zezë. Padyshim që mundemi prova me përdorë edhe për ëmbëlsira. Patjetër. Ai ndryshon shijen. Patjetër. Shijen e ndryshon, kuptohet që një ëmbëlsirë e cila është e bërë e ndërtuar në mënyrë të shëndetshme me mielin integral, me sheqerin integral, sepse edhe sheqerin e kam zvendësuar sheqerin e bardhë. Madje edhe kur jemi tek qumshti, mund të përdorim qumshtin e orizit ose qumshtin e bajameve, edhe ai është shumë i shëndetshëm, por që edhe qumshti i lopës bën. Dhe tek vezët, më e mira fare do të ishin vezët e fshatit, kuptohet. Pra në një farë mënyrë neve vërtet vendosim të bëjmë një ëmbëlsirë, por të bëjmë një ëmbëlsirë e cila ka ingredient ose ka përbërës që janë sa më afër natyrës, që janë sa më shumë të shëndetshme. Po dhe sheqer. Po, sheqeri kaf është sheqeri integral, do me thënë është sheqer më i shëndetshëm se sa sheqeri i bardhë, por realisht tani në treg gjendet edhe sheqeri kokosit. Është një sheqer i cili ka pak a shumë këtë pamje, kemi stevia, do me thënë është një sheqer i cili del nga gjethet e stevias, edhe ai është një sheqer i shëndetshëm, pra këtë formë mund të përdorim, apo mund të përdorim edhe mjaltin, vetëm është pak më e bezdishme sepse kur bëhen zakonisht format e ndryshme të kekut, siç do ta bëjmë rasti konkret. Nuk e marrin formën siç duhet dhe është goxha e sikletshme për të përpunuar me dorë. Edhe për të përgatitur me të. Po, edhe pse një pjesë e mirë e anviseve i shoh që përdorin njerëz zakonisht shumë margarinën, edhe në ëmbëlsira mund të zgjedhim gjalpin. Po. Madje tash shohim në për dyqane që bëjnë baklava, shkruajnë baklava me gjalp organik. Po një baklava, më nësh me bë me këto përbërës ju. Harroja baklava. Jo, nuk ka baklava. I kemi 1, 2, 3, 4 përbërës eventualisht me gjalp. Po, edhe gjalpi, po është edhe gjalpi, atëherë në një end do të rrahim. Ky është kek që ky është kek me qumësht, quhet, përdoret me çaj. Kafe, çaj. Po, për kafe, për çaj. Dhe do t'i shtojmë patjetër, po do t'i shtojmë edhe pjesët e frutave. Po bleza, që ka vendosur bleza, po më tregon që ka vendosur ti me bo? Se po shoh që ke shumë fruta para vetes, kos, para edhe këtë pajisjen tonë magjike. A ti thonë pajisja magjike? Nutrifest? Okej. A e provojmë? Okej. Çka po bojmë? Smoothie. Smoothie me çka? Me kiwi. Mere kiwi këtu. A le të vendosim përbërës një nga një. Kiwi. Avokado. Avokado. Qenë ka shumë ide e mirë me na tregu tash pak për avokadon. Me qenë se jemi të avokado, ne pe ndërprejmë pak, pe ndjekim një historie shumë të shkurt për avokadon dhe të mirat e saj.
Avokado quhet ndryshe dhe dard alligatori dhe është një pemë e përhapur në Karaibe, Meksik, Amerikën Jugore dhe në Atë Qendrore. Ai ka një përmbajtje më të lartë yndyrore se sa frutat e tjerë dhe është shumë popullor në kuzhinën vegetariane, duke u bërë një zaventues i shkëlqyeshur për mishin. Edhe pse këto perime janë burime të mira antioksidantësh, duket se dhe avokado përmban një sasi të konsiderueshme të tyre. Avokado përmban beta-karoten, alfa-karoten dhe lutein. Shpeshherë avokado nuk ka anë të mirë për shkak të sasisë së madhe të yndyrës që përmban, por ajo futet në grupin e yndyrave të mira. Vetit antiinflamatore që i gjejmë të këto yndyra kanë dëshmuar se ndihmojnë për lehtësimin e artritit. Mbështet shëndetin kardiovaskular. Në fakt kjo mund të jetë kontradiktore me atë që mendojnë shumica e njerëzve, se avokado ka yndyrë dhe nuk ka se si të shërbejë shëndetit të mirë të zemrës, por studimet tregojnë pikërisht të kundërtën, pasi ky frut mund të ndihmojë për të ulur shumë rreziqe, si dhe për të përmirësuar yndyrat në gjak. Pra yndyrat që i gjejmë tek avokado janë të dobishme për zemrën, për shkak se rrisin nivelin e kolesterolit të mirë në gjak. Avokado po ashtu përmban sasi të mëdha të kaliumit, i cili ndihmon të ulë tensionin e gjakut. Vetëm gjysma e avokados përmban 487 mg kalium, çka është më shumë se një banane. Një nga ato është edhe beta-karoten, i cili ndihmon rigjenerimin e lëkurës dhe ushqen flokët. Ndërkohë që pjesa më e madhe e njerëzve heqin bërthamen e tij, ata janë duke larguar 70% të vlerave më të mëdha ushqyese. Sipas ekspertëve, bërthama e avokados ka më shumë oksidant se të gjithë frutat dhe perimet e tjera, si dhe është më i tretshëm se tërshëra. Këshilla për përdorimin e avokados: përdorni një thikë për ta ndarë avokadon në 2 pjesë, ndërsa bërthamen hiqeni me ndihmën e një luge apo majën e thikës. Më pas ndajeni avokadon në 4 pjesë, secila nga gjysma ndahet në 2 pjesë. Më pas hiqeni livorën me dorë, tamam sikur po qironi një banane. Kjo bëhet për të ruajtur sasinë e madhe të vetive që gjenden menjëherë pas lëkurës. Avokadot përdoret në shumë mënyra, si për gatim, maska për fytyrë dhe për flok. I pam të mirat avokados, tash çka kemi me qi tjetër në smoothie? Moll? Tjetër, po moll. Moll gjelbërt, atë kuqe. Bën edhe të kuqe. Okej. Tjetër? Tjetër, limonin. Limonin. Edhe një banane. Një banane, okej. Ose Edhe- një gjysmë banane. Tu kemi edhe kos trash. Edhe farat e limit. Okej. Krejt qëto përbërës kanë me je me u bo bashkë për një smoothie. Po. A thua kam i pëlqy fisit? A? Keni. Jo, sigurt jo, masi s'ka mish. A e qëtësim edhe pak mish, në shta? A do me arë me të ndihmuan e ty, Leza? Okej, të molla. Veç kujdes se mundet me ishtu mish fisi. Okej. Unë po vazhdoj, po vite këti. Të ëmbëlsira. Të ëmbëlsira e di që unë jam pak Cilin për me te? shumë i kom punë mirë me ëmbëlsira. Nuk Të shtregon ti mund çfarë? nuk është me të ardhë mirë, se i kom shtash punë shumë mirë me ëmbëlsira. E dojmë një nga tjetrën shumë. Apo, Kujdes. një Andej? pjesë, po. Me pastru? Djola, me qenë se jemi të ëmbëlsirat, Po. ma herët the që je vajza e vetme. Po. Qysh të morëm në Vajzë Kosovë? vetme në shtëpi. Qysh të morëm në Kosovë? Erdha vetë faktikisht, edhe unë gjita për të ardhur. Mirë shumë. Ja, Apo më tregon pak si e taku me bashkëshortin edhe qysh ka ardhur puna që ti me qenë në Kosovë. Se nuk ma bëjnë shpesh këtë pyetje, sidomos në televizion, nuk e din këtë pjesën. Ne jemi këtu si në shtëpi edhe Faleminderit. Në fakt, ne jemi njohur në një mbrëmje, dhe aty jemi parë për herë të parë, ka qenë një organizim, dhe realisht, herën e parë, vetëm ta marrë një peset, faleminderit shumë. Unë atë kohë ka qenë viti 2007, dhe realisht ka qenë data 7/7/2007 në orën 7. Shumë interesant ka qenë si datë. njerëzit e zgjedhin këto data për të martu, vllau jem është ai që ka zgjedh këtë vit në 7/7/17 për me u martu, kështu që ju veç e pas keni datën e takimit, edhe? T'i bëjmë pak. Dhe ka qenë krejtësisht rastësi, jemi parë aty për herë të parë, Dardani më shafruar, po unë realisht atë ditë kam qenë shumë keq nga dukja, nga pamja. Nuk e besoj. Me shumë siguri, sepse edhe ai thot. Por që qesh me të edhe thot gjithmonë që ka menduar që kur të rregullohesh do bëhesh me mirë. Jo, se besoj, se besoj. Ideja ka qenë që në 2007 unë kam qenë pjesëmarrëse në Supermodel of Albania dhe gjithë ditën kemi qenë me taka, me prova. Apo ndëgjon fes? Apo ndëgjon? Po. Dhe kur
Kemi shkuar në Bazite me shoqet, me një shoqet time të ngushtë nga Ulqini, dhe kemi shkuar në atë mbrëmjen. Aty jemi parë për herë të parë, më është afruar, më ka kërkuar numrin e telefonit dhe nuk e di pse, nuk ngurova për t'ja dhënë, si ato gozat e këqija, që po do t'a jap numrin e telefonit me ziprita që t'ja jepja, sepse pas ka pëlqyer më ka pëlqyer shumë. Unë gjëja e parë që kam parë tek njerëzit në përgjithësi ka qenë goja. Dhe dhëmbët gojën e ka shumë karakteristik dhe nuk kam nguruar. Më duket që ka qenë një lloj indikatori gjëja e parë që më ka pëlqyer. Dhe aty domethënë shtojmë edhe sheqerin me njëherë, sheqerin integral. Dhe aty ka qenë kontakti i parë, pastaj të nesërmen ka qenë më interesant, sepse kur e kemi lënë takimin, dhe unë i kam bërë ato kaçurelat e mia natyrale që kam, sepse aty kisha flokë të shtrira atë natë dhe isha shumë down, domethënë isha shumë katastrofë pa fjalë. Dhe ai priste po thoshte po pres një gocë tjetër se nuk e kam menduar që isha unë që takojmë brëm. Dhe kjo ka qenë historia që si jemi njohur. Dhe realisht prindrit e mi nuk, kur i njoftova, kur i tregova prindërve që unë jam njohur me një djalë nga Kosova, nuk ka qenë dakord, sepse ne kemi pasur një eksperiencë jo shumë të mirë në familje me shqiptarët e Kosovës, fatkeqësisht. Në kohën e luftës kemi pasur një familje prej 7 ose 9 antarësh, nuk më kujtohet, nga një fshat i Prishtinës, edhe kemi bërë refugjat kur kanë ikur nga lufta. Po, i kemi mbajtur në shtëpinë tonë, po, pikërisht. Edhe madje kemi lënë në shfrytëzim restorantin që kishim, supermarketin që kishim, shtëpinë tonë që trinin të flinin aty dhe në fund fare babi mori një kamion me qera kur mbaroi lufta, domethënë edhe u kthyen. Fatmirësisht shtëpia nuk ishte djegur dhe nuk na patën thënë as faleminderit, as lloj kontakti nuk patëm me të, nuk e di pse, sepse njerëzit e Kosovës janë vërtet shumë të mirë, por që prindrit krijuan atë bindje, domethënë që nuk janë njerëz të mirë, nuk janë njerëz tamam, neve nuk njihnim asnjë njeri tjetër përveç atyre. Po besoj që kanë ndryshuar mendimin. Absolutisht 100%. Mua po më vjen edhe keq madje kur e shpreh kur e them e tregoj si rast, por kjo ka qenë arsyeja pse nuk kanë qenë ata dakord. Dhe kanë menduar që nuk do kaloj mirë dhe pastaj un jam martuar shtatzan. 5 muaj, Ai fat. Dhe që punët domethënë kanë ardhur ashtu shumë shpejt, por ne normalisht çdo çift ka pas shumë peripeci, sepse familja ime nuk e ka pranuar në fillim, mirë po tani jemi shumë të lumtur dhe mbi të gjitha e duam shumë njëri tjetrin edhe pse kemi 10 vite bashk, kemi të njëjtën ndjenjë, edhe ai më mbështet në çdo gjë që bëj. Besoj që ky është çelësi i suksesit. Patjetër, faleminderit. Atëherë sot do t'i rrahim pak. Disa minuta realisht duhet. Dhe jashtë bëhet një masë homogjene dhe do t'i shtojmë pastaj mielin. Këtu kemi 300 gram miell bashkë me sodën e bukës. Një lugë. Po, një lugë e vogël sodë e bukës. Okej. Dhe përsëri do të më duhet t'i Kjo molla këtu po nduket është gabim, a? Jo, nuk është gabim, e mora unë. Oh, sepse mendova që do t'ja shtoj disa copëza të frutave. Duke qenë se do piqet. Mendova që mollat janë në anën tjetër ka blerza. Unë e mora nga ana tjetër këtej. Atëherë këtu kemi rreth 300 gram. Po. Miell integral. Po, miell integral. Edhe përzihet që të bëhet pak e shumë. Po, atë ndihmoj me përzierje derisa, okej, ose unë po të çash mirë. Faleminderit. Por që akoma imagjino, po. Ta ndoj lugën. Okej. Se pak e vogël. Akoma mikeshat e mia për shembull që janë në Tiranë, thonë nuk është e mundur që ti kalon mirë në Kosovë, sepse ka një bindje. Po pse? Shumë ndryshe. Nuk e di, ndoshta ne themi një shprehje që pyll pa dera nuk ka. Domethënë në çdo vend ka individ të cilët i nxjerrin bojën vendit. Më kupton? Ashtu sikur se mund ndodhi edhe me njerëz nga Shqipëria. Por që është ajo ideja që
ti e gocë metropoli, më kupton, i rritur në Tiranë, si është e mundur, aq më tepër të lësh Tiranën dhe të vish në Ferizaj, nuk është e lehtë. Edhe unë në një farë mënyrë kam kaluar poshtoj. Kam kaluar një lloj, ta quajmë depresion, ndoshta jo tamam depresion. Prej fjalëve të tjerëve, se ndoshta jo prej familjes, jo prej bashkëshortit. Po shiko, çdo gjë ndikon aty, sepse domethënë unë kam krijuar një jetë shumë të re. Kam ngelur Shtaxhan 20 vjeç, jam martuar 20 vjeç. E ku e kemi këtu akoma me studime. Po, i dhe pak, të lutem lidhja masën tjetër. Dhe nuk ka qenë e lehtë që ti të mbarosh, të jesh në studime njëkohësisht, të rrisësh fëmijë. Aq më tepër në një vend ku mami për shembull nuk është që ka pasur mundësi të më ndihmojë shumë me rritjen e vajzave, sepse ajo ka qenë në punë dhe Shqipëria si Shqipëri pak a shumë nuk t'japin shumë leje, është pak më problematike të dalësh nga puna. Edhe çdo gjë e kam bërë vetëm me bashkëshortin. Okej, na jemi gati këtu. Okej, neve dhe pak duam. Atëherë edhe pak qumësht. 100 ml. Tash po presim. Po presim, hajde këtu. E limon? Në fund. Në fund. Shumë bukur. Fara ti hodhë? Shumë bukur, a? Okej, po. 3 luk fara, po? Në fakt preferohet edhe farat e grira të linit që janë domethënë të gatshme, edhe ato mund të përdoren, po. Ta hedhim pak të qumshin e tepërt këtu. Pse është më shumë? E kemi tepruar pak. Okej. Por që s'ka problem. Jo, nuk ka problem. Po ja heqim se kjo na shtu pak. Jemi gjithçka ndodhur në kuzhinë, jemi në shtëpi këtu. Kështu që duhet ta bluajmë dhe pak. Okej, me mikser. Me mikser, po. Edhe ngjyrën faktikisht kur e bën me miell të bardhë, e ka ndryshe. E ka ndryshe, por që kështu duket edhe më interesant. Po. Pra nis lart të vezës, se ngjyrën e merr nga veza. Kjo po thjesht gati. Kemi gati. Me shumë pak kohë faktikisht për ta bërë, por që kohën e pjekjes e ka pak 30 minuta, 30 minuta në 180 gradë, relativisht deri në 180 që ne pas këtë dorës. Po. Nuk është as shumë as pak, është domethënë ideal. Mirë është. Si në gjysmë. Edhe thjesht do ta duhet kështu siç është. Më fal, a duhet gjalpin po, sepse haruam, po. Me këtë lugën e vogël. Që të mos kush punon gabon? Ose harron? Harron, më mirë. Më haruam. Gjithçka ndodh. Po. Te gjalpi, gjithmonë jam te gjalpi, si jam te margarina. Po. E tham këto tash. Dhe hetim kjo është pak më. Po do me e ly kështu në farë mënyrë? Po bën edhe ashtu. Mani si të ka. Gjej kështu? Okej. Mirë. Kështu nuk duket shumë e bukur, po e spjegova dhe pak më përpara që mua më pëlqejnë pjatat cilësore, jo pjatat e bukura. Mund të jenë bukura sa të duash, por që pjesa na më ja heq? Po mund t'ja heqësh, e kam marrë mjaftueshëm me ndyra. Thjesht do duhet ta shtrim. Mas pak më e ngjitshme kuptohet, por që për shkak të vezës që ka. Tani këtë kekën apo na bën ta se do ta shoqërojmë pastaj me atë smoothie, do të thonë shkojnë bashkë. Po. Smoothie do ta pije më një herë. Smoothie a pije ta hot? Hot. Po. E lugë. Unë zakonisht e pi me gotë. Po, në qoftë se ti është realisht edhe një alternativë. Është e lagshme për me pije. Mund t'i shtosh më shumë. Mund t'i shtosh për shembull pak jogurt, ta bësh më të hollë ose mund t'i shtosh pak ujë që ta bësh më të hollë varet. Për shembull vajza e vogël ka qef me pipës, unë i kam marrë ato pipzat e mëdha që janë si tubacione. Po. Që them mos i merr. Për koktejle ato. Për koktejle tamam. Edhe ato i përdor. Po. Por që varet domethënë si e bën. Kur bën ndonjëherë nazi që jo s'dua ta pi, marr lugën edhe nuk e pyes shumë. Do thotë smoothie edhe hahet edhe pijet. Po, edhe hahet edhe pijet. Edhe pse neve në Shqipëri faktikisht na vjen shumë interesant kur vim këtu edhe un jam mësuar tash, po ata që janë të kemi për ta futur. Faleminderit.
Kur themi për shemb kur thuhet këtu që të pim supën, dhe ne çuditemi themi si pihet supa. Me pipës pihet, por në fakt supa hahet. Realisht çdo sen që duhet luga, duhet më hangër. Po, hahet për këtë arsye. Okej, un po i largoj këto. Po. Largoj që ta pastroj vendin këtu edhe kjo nuk. A vazhdoj me blezën? Okej. Alo, një sekund. Shqipoj pak. Shqipe më shumë. Shqipe më shumë. Shqipe. Se na ka mbet kosi. Na ka mbet kosi lart. Hajde. Bashkë. Mirë? Vaj? A mjafton? Po. Gotat, si marrë këto gotat që janë këtu? Po. Këto me birë, se këto vëmë duken më të bukra. Dhe shtap 1 apo 2? Mu gjithçysh një. Nëse me dhëratën njerë. Në qoftë se ka nevojë të bëhet më e hollë, duhet të shtohet më shumë ujë, ose mund të zgjedhin të shtojnë edhe jogurtin, duke qenë se është ka një përmbajtje më të hollë. Po, është pak e trash. Mund të hini dhe pak ujë nëse dëshironi. A i qesim edhe pak ujë? Okej. Hajde. Që? Realisht mund të zgjedhin fruta të ndryshme, mund ta bëjnë edhe me ananas. Po. Me të gjitha llojet e frutave dhe smoothie e kanë këtë të mirë, domethënë që edhe fëmijët mund t'i përdorin se hahet lehtë. Mund të përdoren në këtë rast edhe farat kia ose farat chia, që njihen ndryshe. Mund të përdoren farat e susamit, sidomos për fëmijë janë shumë të rëndësishme sepse kanë shumë kalcium. Farat lule dielli, të kungullit, domethënë mund të bëjnë miks të ndryshëm me fara pa problem. Bliza ka shumë qejf këtë. Këtë pjesën e dekorit, a? Këtë pjesën e dekorit. Po një gjethe Magdanozi, a e shtojmë? Se gjitha pjatat ka gjethe Magdanozi. Nuk e ka qejf, nuk e ha Magdanozi. Okej. Oh, bravo. Bravo. Taran. Shumë bukur. Edhe kjo është realisht pjesa e parapërqyrë e blezës, gatimi i smoothave të ndryshme, madje kur e sheh që unë jam e lodhur ose ndonjëherë jam me nerva ose jam duke studiuar dhe jam stres, edhe ma sjell te krevati, se ma sjell aty te dhoma e studimit, edhe kur e shoh që sidomos ma ka vendosur zakonisht ose një pjesë portokall ose një pjesë limon, edhe mami urdhëron me tabaka, me të vërtet lum kush ka goca. Mami është krenare për ty. Është mami krenare me ty. Djola, derisa të na pjekët keko jonë me kërkesë time, apo më tregon çka je tu botash. Më thonë, na tregove pak ma herët për studimet e shumë tatuat, me atë pyetjen e fisit, sa vjet i ki? Po, realisht, deri në këtë kohë kam bërë disa gjëra. Momentalisht jam profesoresh në fakultet, në shkencat e mjekësisë, kam studentët e mamis, ligjëroj lëndën të ushqyerit, edhe kaloj shumë mirë me ta. Cilin fakultet? Në universitet privat. Universitet privat, okej. Atja themi emra, po jo se di, po në universitet privat. Nuk është problem. Jo, s'ka problem. Në Fama. Okej. Dhe njëkohësisht jam antar e bordit ekzekutiv të Akademisë Italiane të Nutricionit, e cila është një deg pikërisht në Famë, pra përsëri në Famë, është lloj bashkëpunimi që kemi me një universitet në Itali. Dhe përveç kësaj pjesën e televizioneve, deri para 2 vitesh kam qenë vetëm në Kosovë, por tashmë jam edhe në Shqipëri, në televizion atje, por edhe në Maqedoni kohën e fundit.
dhe që 4 vite gjysmë, gati 5 vite janë bërë që unë merrem me këtë punë. Më herët kam shfrytzuar klinikën e familjes time, sepse unë tregova pak më herët që janë martuar në familje mjekësh, atje të gjithë janë mjek. Unë jam ndoshta ajo delja e zezë aty brenda që në ushqime gjatë gjithë kohës. Dhe kam shfrytzuar klinikën e tyre, por për mësimet e djolës, sepse kjo është edhe faqja në Facebook, mësimet e djolës janë gati mbi 50.000 ndjekës. Dhe aty jap këshilla vazhdimisht për mënyrën e shëndetshme të ushqyerit. Po, nëse edhe për publikun djolën e kemi pasur mysafirën në serialin e Samir. Po, kam kemi pasur skena mësimet të djolës, po. Kemi do pula diçka të shky do pula. Edhe me lopën që anë të rrugës. Po. Ndor, me lopën ndor. Po. Dhe përveç asaj në Ferizaj jam profesoresh, ligjeroj lëndën e biologjisë. Momentalisht jam duke hapur një zyrë, ku njerëzit do të vinë dhe do të marrin këshilla, sepse deri më tani është përdorur forma online. Më herët thash që ka qenë klinika, por është mbyllur për shkak sepse nuk ka pasur staf dhe unë udhtoj shumë shpesh, ndjek edhe trajnime të ndryshme dhe kushdo që vinte, domethënë unë sado e kisha punëtoren aty kërkonte djolën, kështu që ishte e pamundur. Unë jam si elektroni lirë, domethënë nuk rri me një vend, gjithmonë bëj disa gjëra në të njëjtën kohë. Dhe tash do të hap një zyrë përfundimisht, është zyra e tretë në fakt që po hap, ku njerëzit do të vinë aty edhe do të mësojnë për mënyrën e shëndetshme të ushqyerit, edhe mbi të gjitha edhe me punën që u merren hartimin e disa regjimeve ushqimore ose dietave, edhe pse nuk më pëlqen ta përdor shumë fjalën dietë sepse njerëzit keq kuptojnë. Por vim për shembull individë të cilët kanë një smundje kronike, kanë për shembull hipertension ose sheqer, dhe unë nga mëngjesi deri në darkë, domethënë i hartoj nga e hëna deri në të dielën çfarë të konsumojnë. Ushqime më të shëndetshme dhe ato të cilat nuk duhet të konsumohen. Por kryesisht punën më të madhe e kam nëpërmjet televizionit. Në fakt televizionin e kam pasur dëshirë gjithmonë. Që e vogël jam marrë me balet realisht, kam qenë balerin kur kam qenë e vogël. Por e kam ndërprer atë profesion, pastaj hyra pak botës së modelingut dhe ma ndërpren, por që bën shumë mirë sepse nuk e gjeja veten, shkurt edhe shqip. Dhe mendoj që tani e kam gjetur veten dhe bëj një punë me shumë pasion, me shumë qef. Ndoshta, se po i tregoj edhe dhuratës pak më herët, më ka ndodhur kur shkoj në Shqipëri në një emision që jam atje, shkoj vetëm me makinë, dhe më prish makina rrugës, pas një ore kisha xhirime, isha pa mëngjes, pa ngrënë bukë, unë duke rregulluar makinën bashkë me mekanikun, pastaj brenda një ore është dashur të rregulloj gjithçka dhe të jem shumë mirë aty në televizion, ka shumë peripeci dhe ndodh, domethënë gjithçka më ndodh, por që këto për mua janë gjëra shumë të bukura. Unë dihem shumë mirë dhe dua shumë punën time. E kam me shumë pasion edhe besoj që ky është edhe suksesi. Ky është edhe çelësi suksesi. Mu vjen mirë, sidomos për një nanë e cila veç i ka 2 fëmijë, edhe përveç obligimit që duhet me pas në shtëpi për kujdesen aty në 2 fëmijëve, ti ja ke arrit shumë mirë dhe ja ke dalë mban me gjithë punën që po e bën. Po, në fakt kjo i dedikohet edhe mbështetjes bashortit tim, përndryshe është doktor Dardan Paftiu, ai është ginekolog me profesion, edhe pavarësisht punës kujdestarive, rojeve natën që mban, nuk më ka munguar mbështetja e tij, suporti. Ashtu thonë gjithmonë edhe në përfisin. Shqyqyr që i kemi. Po, shqyqyr që i kemi, se... Vërtet janë për t'u lavdruar dhe unë besoj që nuk duhet bëjmë si ato feministet totale që femra bën gjithçka. Okej, femra mund të bëjë gjithçka e vetme, por unë mendoj që Zoti dhe natyra e ka lënë nënën, babain, familjen dhe pa e pasur mbështetjen e bashortit, sigurisht është shumë e vështirë. Dhe mua nuk më ka munguar. Aq më tepër të vi një vajzë nga Tirana, të jetojë në Ferizaj, në rast të parë është mentaliteti ai me cilin përballet. Ndoshta edhe një pjesë e mirë kanë menduar që jam mendje madhe ose ju jam dukur si shtrigë, ashpër e keqe. Sidomos kur vjen puna këtu te ushqimi, mos e haj atë, mos e vë atë. Absolutisht, po. Mirë po, unë gjithmonë e kam bërë atë time. Domethënë, kam ndoshta një vetë shumë të keq që më ka bërë shumë mirë, që jam shumë kokë fort, jam shumë kokë dru edhe dua diçka e bëj edhe pikë. Njëkohësisht jam marrë edhe me projekte të ndryshme, kam mbajtur edhe trajnime për femra në disa komuna mbi mënyrën e shëndetshme të ushqyerit për kancerin e gjirit, sidomos ato që vuajnë domethënë nga kjo sëmundje, mbi ushqyeshmërinë në përgjithësi, sepse
Malnutricioni realisht ose keq ushqyerja është baza e sëmundjeve kronike në mbar botën. Domethënë sëmundjet kronike në mbar botën 95% prej tyre shkakun e kanë malnutricion ose në keq ushqyerje. Kështu që deshe përveç pjesës së mjekëve që patjetër duhet t'i ndjekësh terapit, ilaçet, qofse ti nuk e ke ushqimin e duhur, ushqimin e mirë nuk mund të arrish. Dhe tjetra është pjesa e ndërgjegjësimit të popullatës dhe në fakt kur kam ardhur këtu për herë të parë në Kosovë, me thënë drejtën, kam qenë në thonjza e zhgënjur dhe e terrorizuar mbasi kur i shikoja se si. Kur i shikoja. Mire. A bëjmë mësuar? Se të ndërprejta. Kujdes. A bëjmë mësuar? Okej. Ju bëfës mirë. Faleminderit. Dhe sa ti flet, unë pushoj. Po, nuk ka problem, ju bëfës mirë. Që spjegoj, madje plot me antioksidant, ju lufton rrudhat, ju lufton radikalet e lira. Nuk po ma bën si vajzave që i thu plakën. Ja, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtetuar shkencërisht. Po. Unë flas me fakte. Unë kam dëgju edhe me siguri kam pa edhe qikus më herët që nësa i përket avokados kanë mundësi edhe të bëjnë maskat ndryshme, sidomos për fytyrën. Absolutisht, edhe flokët. Edhe flokët. Edhe flokët, sepse flokët janë proteina në fundit, edhe janë proteina me bazë qufuri. Po. Dhe proteina do proteinë që tritet, domethënë, të tritet edhe të jetë shëndetshme në të njëjtën kohë. Dhe po thosha për pjesën e ndërgjegjësimit të popullatës, sepse në fillim ka qenë shumë e vështirë, më ka ndodhur kur kam qelluar në familje diku në një darkë dhe ata një fëmijë u mbyt, i ngri diçka në fyt dhe gjëja e parë që bëri nëna e kishte ujë domethënë dhe i mori Coca-Colën. Më jep një Coca-Colë, t'ja kaloj me Coca-Colë fëmijës dhe me të vërtetë ai ka qenë një rast që un kam thënë nuk është diçka në rregull me këta njerëz, duhet të bëj diçka se unë realisht jam rritur me atë frymë, me frymën e të ushqyerit shëndetshëm, por që kisha një lloj zëri të brendshme që më thoshte që duhet t'i ndihmosh ta njerëz, jo që ndoshta nuk dinin, por nuk i praktikonin mbase ato që dinin. Dhe këtu ka lindur domethënë ajo ideja që të bëj diçka ekstra. Edhe pse me thënë të drejtën unë këtë pjesë kam pasion, plus edhe mami im është në thonjza shumë herë më keq se sa unë, sepse është shumë e fiksuar për ushqime. Në shtëpinë e saj kuzhina është e shndruar, kështu më duket që ka bim aty te dollapi brenda, ka lloje të ndryshme të çajrave. Me siguri i kultivon vetë këto. Ajo po i bën vetë. Janë të lehta për me i edhe plus jeton në katë 7. Nuk është që ka baçe, në katë 6. Në katë 5 me ascensor ngatrohesh. Dhe dua të them që pavarësisht kushteve, domethënë edhe pse jeton në pallat, ti mundesh të bësh edhe zgjidhje të tilla dhe mami ka arritur ta bëj këtë. Unë jam rritur me këtë frymë dhe nuk është që është dashur që të punoj jashtëzakonisht shumë për t'i mësuar unë në rast të parë këto gjëra. Është çështje pasioni që kur ti i do disa gjëra dhe kush kërkon gjen, shkurt edhe shqip. Por është tjetra që sidomos fusha e nutricionit, duke qenë se është një shkencë e re, nuk është që ka pasur dhe shumë literaturë. Mua për shembull në gjuhën shqipe njerëz ka fare, ose mund të them shumë pak, dhe më duhet edhe pak. Ka fry shumë mirë. Perfekt. Okej, edhe pak, se besoj masa brenda nga qumshti, po, kërkon dhe pak. Dhe ndoshta më duhet të blej vazhdimisht libra në internet dhe një libër, domethënë minimalisht kushton 50 euro, po mendoj për këtë shkencën e re të nutricionit. Kështu që është edhe një lloj investimi, përveç fakulteteve që kanë përfunduar, nuk është që më kanë ndihmuar aq shumë sa që më kanë ndihmuar të mësimit autodidakt, domethënë që ti mëson vetë. Edhe kjo ka qenë mbas edhe një pjesë tjetër e suksesit, përveç pjesës së pasionit. Por jam përshtatur shumë mirë, edhe mendoj që njerëzit në Kosovë janë vërtet njerëz të jashtëzakonshëm, edhe jam shumë e lumtur që jam pjesë juaja këtu. Më vjen mirë. Unë ja bëj gëzuar edhe një herë. Ju bëf të mirë. Blezës. Edhe nëse s'ke diçka për të shtu, e kishim shku me një blok marketingu? Patjetër. Atëherë shkojmë në një blok marketingu shpejt edhe kthehemi për të servuar desertin. E kemi edhe kekën gati, më fal. Po, gati kekën, faleminderit shumë. Ju për një me na ka pasunu me gjitha këto receta, edhe bleza. Edhe mbi gjitha janë shumë të thjeshta, nuk është që ka ndonjë gjë shumë të madhe për të bërë, ndërkohë keku është gati, ndoshta edhe aromën e vini re që ka shumë të mirë, mund të ndihmosh me një thik të lutem. Po. Ana, ton fja? Okej. Po ban. Atëherë ta presim. Unë kam bërë provën e pirunit. Po. Kështu që është në rregull. Paçavura. Paçavura pi thënë. Pa çka? Paçavura. Çavure. Paça.
Pachavure, po, pachavure. Ne e përdorim edhe si shprehje, për shembull kur dikush flet kot, themi ky flet pachavure, domethënë kot. Flet gjëra kot. Kjo ndryshe kjo nuk është kot, kjo bashkë të ndihmon për mos më djeg durt. Ashtu është. Ja. Okej. Kështu brenda po duket shumë e mirë. Po, edhe domethënë e kam marr kohën tamam, edhe atë sasinë e qumshit që e kishte e kam pirë. Po, mjaftueshëm. Është ende e nxehtë. Po, është e nxehtë prandaj edhe po qet avull. Tym po qet. Po, ku të duash vendosi? Edhe Bleza tash po na dekoron. Bleza, a don edhe ndonjë përbërës tjetër? Apo mjaftojnë mollat për me dekoru? Çka po don tjetër? Limon, ananas, kiwi? Ananas po don. Ananas. Ananas është pak. Veç ananas duhet fuqia e burrit na shton. Po. Forca e fisit. A, çfarë shtufis? Fis më shumë. Normal, nuk i punë. Edhe ananasi. E shumë bukur. E karota, a biqesim karota? Mere, ma? Kujdes, qysh për afron ashtu me tik, mëre? S'ka gjë mirë. Praktik. Okej, në rregull. S'ka mo. S'ka mo, po të Bleza se po do mi hungër fisi. Për vete. Shoqyr gjeti arsye për ta prerë. Po. Domethënë kjo është pjata. Çfarë largoj këto po? Okej. Edhe keku gati. Që të duket edhe pjesa e brendshme. Thash që nuk do me thënë që të ketë një pamje ashtu shumë të mirë, por është shumë cilësore, edhe nëse vendos të hash ëmbëlsirë, të paktën të bësh një zgjedhje, një alternativë të tillë, një ëmbëlsirë të shëndetshme, me miell integral, me sheqer integral, me sodë bukës, pa shtuar ndoshta këto elementet e tjera, këto në formën e pecivave që i thoni juve, apo maja buke, apo tharme, por mjafton, siç e patë edhe vetë. Disa lloj si sos ndoshta që përgatiten prej mjedrave apo qershia apo që bën si krem. Si krem sos ose me lule shtrydhe bën. Po, patjetër, shoqërohen me fruta edhe me smoothie, a? Gjithsesi, me çaj do të ishte shumë mirë, duke qenë se këtu pije çaj jashtëzakonisht shumë. Është një mënyrë e shëndetshme. Shumë mirë. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Kohë që na kushtuat edhe ndjeva si shtëpinë time. Shumë faleminderit. E mira e ke emisionit është që jemi duke mundu mi ofru musafirit të ndjehen ashtu si në shtëpitë e tyre. Faleminderit. Unë ju falenderoj edhe për Blezën. Bleza edhe ty të falenderoj shumë, po më shumë mamin që ka pranuar me të marr. Faleminderit ju. Edhe të uroj suksese në të ardhmen, edhe sidomos në punën që veç je duke e bërë. Faleminderit, kënaqësi shumë e madhe, këtu kishe një energji shumë pozitive, edhe unë gjithmonë kam dëshirë të vinë emisione ku ka energji pozitive. Falenderoj. Komplimente dhe juve, jeni një çifti pa parë themi në Shqipëri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Viola, faleminderit Bleza. Kënaqësi. Atëherë miq të dashur, nëse menduat që ky është fundi, jeni gabim, sepse ne kemi përgatitur edhe një histori për ju, padyshim me receta tjera që ju sugjeroj ta ndjesni. Okej, janë historia për rubrika të cilat kemi filluar prej kësaj jave. Kemi vizitu shumë familje në për treva të ndryshme në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, kryesisht ku jetojnë shqiptarët edhe ku flasin shqip. Edhe i ftoj edhe gjithë njerëzit apo nana tona apo hallat, edhe kushdo që din me gatu diçka, kemi me vizitu. Le të na shkruani në Sin Shpin Facebook, dhe mundet me na gjetë edhe me na tregu që ka vullnet mas pare me na pranu në shpe. Me na tregu recetat e tyne dhe dashurin për kuzhinën. Po. Është vetëm 22 vjeçar, por shokët e gjeneratës e tij nuk mund të duket interesante, por ai është ekspert në kuzhinë. Përgatitja e ushqimit ka një filozofi në vete, por Shkumbin Krasniqi e bën me shumë pasion. Përderisa krejt fëmijët dëshirojnë të bëhen doktor, mësues apo shkencëtar, ai qysh i vogël dëshiron të bëhej kuzhinier. Që atë kohë nuk u ndal. I interesuar pas çdo detaji, ai sot e njeh edhe në gjumë se cilën erë që duhet përdorur. Jena këtë sbashku me Shkëmbimin, i cili ka me na përgadit disa ushqime. Shkëmbim, qa kena më përgadit sot? Përshëndetje për tribuna, sot kena me përgadit një gjoks pullet në bushur me mozzarella dhe specat kuq, dhe kena me përcjell me një sos paprika edhe piri.
Kurse ëmbëlsirën, poshtë kena me përgatit edhe një ëmbëlsirë, tek ëmbëlsira vjen një torte me mollë dhe me fruta mali, ato të torte po mbaj gjallë, fruta mali, sheqer, rusht të tjerër, normal aditiva këto, sheqer vanile, peciva, poshtë dhe cimt. Po gjatë storës vazhdim e kuptoni atë që përgatitës. Mirë, për mësë me të morë nga kohë, në përtlohat ty me i përgatit edhe na po të shikojmë. Gjithë është problem. Ta shfillojmë me përgatitjen e ushqimit, morrim gjokset e pulës, prakisht në gjokset e pulës i kom hapë, po gjokset e pulës nuk i ndojmë për gjithë komplet, po i mlom të hapër. Morëm edhe. Është e preferueshme që gjokset e pulës pak goditjen në qekeq, që gjatë kohës pjekjes të pjekën mirë. Morëm tani specat e koq, ose realisht njëre marinojmë pak. Marinimi mund të bëhet sipas dëshirës, ka dëshirë me qitë më tepër kryp apo më tepër viget është të njëjtë, apo biber të kuq, koper, kënë varet sipas dëshirës. Mund të lyhet edhe me sosna ndryshëm, vetëm s'bën me up konsistencën e vet. Tash i marrim specat e koq, i vendosim në gjokë pulës. Pas i vendosim marrim edhe cotarellën, që është shumë e pasuruar me vitamin D, por me pas kujdes se realisht mozzarella ose cotarella 80% rashtë më shumë se një javë nuk ka afat. Ato të mirat për të më të mira, ato dhe në 3 ditë vetëm kanë afat. Morëm qashkalicën e zëmë. Okej. Edhe për një mujna, edhe vetëm pak të prejmë për mbi. Është vazhdojmë me këta tjerat. Tash kemi gjokset e pulës e kemi mbush me spes të kuq dhe mozzarella dhe kemi marinu. Tash i vendosim edhe në tigan. Vetëm presim derisa të nxehtë pak tigani. Tash i vendosim gjokset e pulës. E lëmë në një temperaturë pak më të vogël, që pisim nga dalë. Derisa të pjeket mi gjokset e pulës, na fillojmë tash me përgatitjen e tortës. Tortja është torte me mollë dhe fruta mali. Është një torte që është e preferueshme mbas darkave të mira apo në mëngjese të hershme. Morim mollat, hjekëm për thamën. Mollat mundi mi bë edhe në rende, mundi mi bë edhe me thik, është këtë varet sipas dëshirës, se kom preferu mi bë me thik. I prejna në këtë formë. Është mirë mi lënë mollat pak ma trasha kur t'i prejna, shkaku që gjatë pjekjes bëhen ashtu pak ma të shishme edhe nuk e lirojnë gjithë lëmu që e ka. Masi t'i prej mollat, i vendosim 5 gram cimt dhe 5 gram sheqer vanile. E morëm dhe i përzim. Është mund të shtrydhni edhe gjus, ose lang portokalli, lang limonit, çka do të juve më tepër i pëlqen. Po ashtu i vendosim edhe 4 lugë dhe në 5 sheqer. Tashtu përfundum, i lojmë pak të rrimë. Tash fillojmë me përgatitjen e brumit. Përgatitjen e brumit shkojnë 250 gram gjallë ose buter. Shkon një gotë qumsht. Edhe shkojnë varsisht 4 deri në 5 lugë sheqer.
Gjallën është mirë me lënë temperaturë çdo mos më shkri. Okej, tash e vendosim edhe rrushën e terror. Mundi me vendosë rrush terror, orra, mandel, varësisht nga dëshira ju që shkini qef me bo. Unë sot e kom përgjerë rrushën e terror. Në to vendoset edhe pluri për pjekje. Plurin për pjekje është mirë më smja qitë 5 gram, se është orte për 4 dhe në 6 veta, e vendosin ndikon 2 gram ose gjysë keset një pecives. Unë i me vendosë është sheqer vanilje, cimet, oranj, në varësit nga dëshira. Vendosim edhe millin. Sot kom përzgjerë millin e bardhë, po mundin me shfrytzu edhe millin integral apo millin për bukë zezë. Millin e zi. Brumi është mirë të vendoset milli deri në momentin që brumi nuk kapet më për dore. Atëherë edhe bëhet si në formë plastelinis që nuk kapet për dore, atëherë edhe realisht të veç gati. Pasi brumit krijohet këtë formë, ku nuk ngjitet për dore realisht, atëherë brumi veç është gati. Mundi me lënë me nej pak brumin, ose mundi edhe me vendos me një herë, ajo nuk është që këllu me parënësi ashtë madhe. Përgatitet, mas si të është gati brumi, do në 2 pjesë. Po njënën pjesë, dhe më thonë pjesë është shtresa për funi, vetë me kompakt me madhe, kurse ajo tjetra vjen ashtu me vija që prejni prej nasi shirita, që me u vendosë në mbi tepsi. Për tepsia është mirë me përdor letër kuzhine, po në rast që nuk ka letër kuzhine, mundi me li tepsin me pak vaj, edhe përmbi edhe një mill, edhe pastaj e shkoni mirë që mos me mbet. Tash e morëm brumin, e hopëm pak, e morëm e vendosim mi tepsi. Edhe në tepsi mundohemi me hop brumin. Brumin veç e kena hop, në tepsi i mori mollat mundi mi qitë me rënditje, mundi mi hedh veç për mi, mundi mi bo qysh ma te për ju pëlqen juve. Sot realisht pi hedhi pak për mes, e mballa kështu demel. Kjo tortë është jashtëzakonisht e preferuar në shtetet skandinave, po atje ka për mbi 30 vite që është aktuale, edhe që kanë evolu tortën me një mënyrë shumë të mirë. Të vendosim molla, tash e hopëm peten, po peten sot kena me bo me formë, kena me nxjerë do vija ashtu, shirita, ma ndryshe. Edhe këta shiritat i morim ka dole, edhe i vendosim mi tepsi, këtë formë. Mosit kryet kjo, morim gjalpën, morim reçelin. Reçelin realisht e kom pregadit vetë, po mund bliet edhe i gatshëm, mund pregaditet vetë, merrem frutat e ngrira, me për marketet mëdha, i vendos një muzi, momentin që i vendos një edhe një gocë sheqer, ose 3-4 lugë sheqer, edhe i leni deri sa shtjerët. Momentin që shtjerët krijohet një lloj reçeli që është shumë i preferueshëm për torte. Mish është pjekur. Atash vendosim torten, derisa torta të pjeket. Torta realisht është e preferueshme të piqet me një temperaturë prej 180 deri 190 gradë, të lihet 20 deri 25 minuta. Kurse tek mishi që është pjekur pak, e përgatisim edhe paprika sosin, i vendosim 250 ml ujë, mëse të trecën mirë, e vendosim gjokë salcë vulës për mbi, edhe i vendosim edhe një herë në furrë, por një minutash deri në 15 minuta. So e shtojmë pak veget, po ju një melon edhe ashtu që të keni qenë. E morëm tash e hedhëm gjokë salcë vulës për mbi, rëmosat nuk e hekum gjokë salcë vulës, se gjatë pjekës mujnë më hop, po mos e të piqen gjatë përfundojnë, gjokë salcë vulës e hekum edhe rëmosat. Morëm i vendosim edhe pak origan për mbi, po mundi edhe heqmës mi vendos, ose magdanas, koper, dill, oregano,
varësisht nga dëshira. Derisa të pjekë turqe vendosim edhe këto. Dyat furr. Edhe i lëm të dyat, tortën e lëm 30 minuta, temperaturë 180 gradë 190. Po ashtu edhe mishin gjokset e pulës në qatë temperaturë, po gjoksin e pulës e lëm 15 minuta. 15 minuta derisa të pjekë sosi për mi. Okej, tash mishi veç është gati. E morë mishin e pulës. Tash pjata është gati realisht. Kjo pjata është e parapome për 3-4 persona. Gjoksat e pulës kemi mbushje mozzarella dhe spec, po ashtu përcjellëm me një sos pikant, do me thonë sos paprika. Është ma tepër latin. Pjata është e preferueshme në mbrëmje, se për mëngjes realisht është pak e rënd. Në mbrëmje me një mbrëmje të mirë, mbrëmje romantike, është e përsosur. Okej, tortja veç është gati. E nxjerrëm. Kjo është torte me mollë dhe fruta mole. Kjo është torte me mollë dhe fruta mole. Kjo torte realisht preferohet ma tepër në mëngjes ose edhe në mbrëmje. Është torte lehtë me fruta, përmbon shumë vitamina, si vitamin C, vitamin D po ashtu. Edhe besoj që kam ju pëlqy. Faleminderit shumë. Ju përshëndes gjithë shikues të Tribuna Channel. Mirëmbëjtje. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që pa durim na pa me gjitha këto receta. Vërtet, Diola ka qenë fantastike që na pasuroj këtë kuzhinën tonë si në shtëpi, edhe emisionin me vajzën e saj. Gjithashtu edhe shkumbimi i cili na përgatiti recetat e tij. Të lumshëm dur të shkumbim, fantastike. Shihemi në javën e ardhshme, derisa shihemi, kështu që shëndet të mirë edhe gjitha të mira në familje. Mirupafshim. Ky emision u mundësua nga